BDI mbrëm vendosi që në zgjedhjet lokale të dalë si Front Evropian, respektivisht edhe siç e quajnë nga kjo parti Front Kombëtar. Deputetja Rina Ajdari konfirmoi se do të kandidojë me lista të përbashkëta, por edhe me parti të tjera, të cilat aktualisht nuk janë pjesë e koalicionit. Ajdari theksoi se ka bisedime dhe është i nevojshëm unifikimi. Vendos që të dalim si Front Evropian, me thënë u morën mendime nga kryesia qendrore, nga antarët e kryesisë qendrore. Do të jemi në Front Evropian, në Front Kombëtar, si doni quani, sepse sipas situatës në cilën gjindemi, që është një situatë jashtëzakonisht e vështirë, me këto qëllime dashakeqe të qeverisë për të instaluar një politik të përjashtimit, të marginalizimit edhe për shqiptarët, po të mos flasim më edhe për komunitetet tjera më të vogla. Kështu që neve tani për momentin na duhet një unifikim. Prandaj do dalim me lista të përbashkëta. Çështja e ndarjes komunave është çështje që diskutohet. Në momentin që do të ketë një vendim konkret, unë besoj se edhe kryetari zoti Ali Ahmeti dhe zëdhënësat e partisë të dalin me një konkluz, me një përfundim që do të jetë për gjithë opinionin dhe për ju si media. Ilir Demiri, deputeti i ASH-s, krau i zjadin Selës, tha se Fronti Evropian po merr formë më të madhe duke u shndërruar në Front Kombëtar për të vazhduar kauzën brenda vendit, por edhe drejt integrimit në BE. Tani vetëm se merr formë më të madhe, edhe populata në përgjithësi e kupton opsionin se votuesit tanë, kryesisht, që janë të entitetit jo Maqedon, shumica me mbi 90% janë përcaktuar për Bashkimin Evropian. Edhe këtu është vetëm një luftë kauzash për integrime të shpejta me Bashkimin Evropian ose për mos integrim të shpejt. Kjo është vetëm diferenca. Shpresoj se në të ardhmen shumë më shumë njerëz do t'i bashkangjiten kësaj ideje. Mbrëmjen e djeshme pas mbledhjes së kryesisë së BDI-s, partia bëri të ditur se ka vendosur t'i japë përkrahje Ali Ahmetit për të intensifikuar përpjekjet për unifikimin e të gjitha forcave progresive, si në Frontin Evropian, ashtu dhe në Frontin Kombëtar.